Ju e dini që prej qytetar kurtin pushtet, nuk është puna që na u ka prish puna veç me Serbinë, po është prish puna edhe me Shqipërinë, shumë a shumë me Serbinë. Na jemi tu garu për opozit në këto zgjedhje. Me u instalu autokracia, nëse PSD-ja është në kuvend, nuk ka me mujt me u instalu që as let. Jo s'paku pa në ngrej zhak neve për që ati kuvendit. Momentin që ju do këtë që interesat që tash pja u qesin pak ma ndryshe, largohen, nuk i shkojnë mas nej, si të kryen zgjedhjet prap kanë mi shku kurtit në koalicion. Kjo është një nismë për me mbështet kandidimin tonë, vendimin e nënshkrimet qytetarëve që kanë drejt vote, për të certifikuar për pjesëmarrjen në zgjedhje. Kërkesa e njerëzve ka qenë në 3 palë zgjedhje radha si Partia Socialdemokrate me garu, tani kanë vendosur me garu, që është pato ju mbështetja për njerëzve për garimin tonë, se nuk është domethënë mbështetje për vot, por është mbështetje për ne që në pjesë e kësaj gare është shumë e mirë dhe po pritet me disponim, kisha me thonë. Rezultati zgjedhor do ta vendosin qytetarët e Republikës Kosovës. Ajo që na kemi mu angazhu është Kosovës i mungon opozita. Kosova nuk ka pas opozit që është duhet në këto vite qeverisjes kurtit dhe ne e kemi shpreh tashmë të qartë. Për herë të parë po ndodh në Kosovë, ne ekskluzivisht po garojmë për të qenë opozit në mandatin e ardhshëm. Pra ne nuk do të jemi pjesë e qeverive, por do të garojmë për ulëset e opozitës. Besoj që opozitën që na mundem me bo, është më e afërta asaj që i vyn Kosovës. Nuk e di qysh lexohet, po ajo që unë mund ta thonë është që unë besoj thellësisht që Kosova ka pas opozitë të gabume edhe në kuptimin konceptual edhe të qasjes. Rezultati është pa. Besoj që i vyn Kosovës opozit tjetër. Do të ishim tjera pozicione, sikur opozita të ishte pozicione tjera. Nuk është problemi jon, problemi është i tyne, që ata i kanë marrë këtë pozicion. Ne jemi ngarë me të gjithë tash. Jemi ngarë edhe me vendosin, edhe me PDK-n, edhe me LDK-n, edhe me të tjerët. Prandaj ne kemi pozicionin ton ekskluziv, i cili nuk i shërben as opozitës e as pushtetit. Dinamizimi i opozitarizmit që është shumë i rëndësishëm, qasje e fuqishme ndaj çështjeve që ne mendojmë që janë më rëndësi, pabarazia, mungesa e demokracisë që nënkupton kapja e bordeve institucioneve këtij tyre. Dhe çështja marrëdhënie me jashtë që besojmë që është e rëndësishme mu ndërtu peniparimit e, si më thon, paqes përhershme. Kosova nuk duhet me met peng i këtyre çështjeve të hapura as me Serbinë dhe as me të tjerët. Prej qytetar kurtin pushtet, nuk është puna që na u ka prish puna veç me Serbinë, po është prish puna edhe me Shqipërinë, shumë a shumë me Serbinë, prandaj shohim një qasje krejt tjetër. Se besoj që për 3 palë zgjedhje është shpresu nga votuesi i paknaqur që modeli i PDK-s dhe i LDK-s është modeli që zvoglon e rrezon Albin Kurtin. Besoj që është kuptuar qartë se ai model mundet veç me e forcu dhe rrjedhimisht besojmë që është kriju momenti për shpjegimin tonë. Shpjegimi jonë ka qenë i mëtshëm, tash është aktualizu, ka qenë kërkesë e njerëzve dhe na jemi në këtë garë për me Po PSD-ja në këto zgjedhje është tu garu në një mënyrë jo tipike që është garon zakonisht një parti politike, na jemi tu garu për opozit në këto zgjedhje. Dhe kjo ka një arsye pse jemi tu garu për opozit. Arsyeja është që nuk ka me pas kurrë ndryshime të mëdha në Kosovë, me pas rujtje demokracisë në Kosovë me çdo opozitë që kemi për momentin, me çdo opozitë parlamentare. Ju e keni po, këta janë krejt do grupet interesave, këta ju shërbejnë të kohën interesave të grupeve udhëheqëse të partive tyne, por nuk lodhën për çfarë po ndodh me fatin e Kosovës, domethënë sa shkojnë i ulën kurtit i vizatohen atje kur ka nevojë për ta, momentin që ju do këtë që interesat që tash pja u qesin pak ma ndryshe, largohen, nuk i shkojnë mas nej, si të kryen zgjedhjet prap kanë mi shku kurtit në koalicion, dhe rrjedhimisht i bjen që me qëtë lloj opozite nuk ka mundësi këtu me ndryshu situata, kështu që vetëm ja mënyrë për me mujtë në të ardhmen me ndryshu diçka dhe me pas shpresë që në Kosovë ka me urujt demokracia është me qu sot PSD në kuvend. Për qëtë arsye kemi dalë sot me i mbledh nënshkrimet që është kriteri kërkum nga KQZ-ja, 1000 nënshkrime për me mujtë me hyrë në kuvend, pritja e qytetarëve shumë e mirë deri qitash. Unë besoj që ka me pas interesim të mjaftueshëm të njerëzve për me pa PSD në kuvend. Po na kur e kemi kritiku këtë pushtet, na thëshin e keni marrë personale me Kurtin, na ju thëshim jo, është çështje politike, besimeve tona politike. Tash, kur nuk piu pëlqen opozitës, po thojnë jo tash e keni marrë personale me opozitën, nuk ka të bëjë me personale kjo punë. 5 vjet e kemi prit çit opozitë, 5 vjet e kemi prit me pa ç'a po bën, edhe nuk e kemi kritiku prej fillimit.
Po për 5 vjetë këta veç e kanë forcu kurtin, sot kurti është ma i forcës a para 5 vjetëve kur ka ardhur në pushtet. Dhe e kanë forcu pikrisht të mos pas politikë edhe besime, të mos pas ide politike edhe besime, po të pas veç interesa. E mas ne kur ki veç interesa, normalisht që kurtit mund ty, normalisht që ti sunë mund kurtit. Veç si në kanë sigurt, e keni deklaratën e deputetës Janina Imerin ku tregon para 3-4 ditëve, ku thotë që na nuk ka pas qysh mi marr ato 4-5 ministri kur ai ka mujt më na hek me njëherë, se s'ka pas garanci. Pra këta vetë si në konë sigur që i manë Albin Kurti jënë tu që ja u jep 4 ministri e mas një muje ja u merë për ndryshe, këta ju kishim vizatu edhe për ma pak ministri Albin Kurti. A e keni po qysh asnjë prej tyre nuk po thotë që s'kena me bo koalicion me Albin Kurtin, krejt i kanë hek vijat e kuqe. Edhe PDK-ja, edhe LDK-ja dhe krejt partitë opozitare i kanë hek vijat e kuqe, krejt po thonë kena me bo koalicion me Kurtin. Çështja këtu u konë ata u tërhëqën, jo pse nuk kanë interesim për pushtet. Ata u tërhëqën se menun që kur i dul vjosa tash Albinit, tash mos po zvoglohet pak Albini, mos po rritun pak na, edhe që shtu në mas zgjedhjeve rritin pak pazarin edhe Albini na merr mas seriozisht. Çka që thjesht është kjo punë. Si të kryen zgjedhjet këta kanë me u bë njëna pi tyne varësisht sa ka me pas nevojë, ka me u bë me Albin Kurti. Opozitë fuqishme, opozitë vërtet. Çto na i thojnë? Na nuk premtojmë kur gjë tjetër, na veç premtojmë që në çit vend me u instalu autokracia, nëse PSD-ja është në kuvend, nuk ka me mujt me u instalu qas let. Jo s'paku pa na ngre zhak neve për çati kuvendit. Që të mujna me premtu, që na kena me bo opozitën që nuk e keni po prej 45 deputetëve të opozitës parlamentare, veç 6 deputet me i marrë PSD-ja në këto zgjedhje, kanë me bo opozitë ma të fuqishme, ma të fort, ma konsistente, ma idealiste se sa 45 deputet e opozitës parlamentare që keni pas. A mendoni që PSD-ja duke me konë pjesë e kuvendit Kosovës? Gjithçysh. Po, ma merr mendja që tregojnë realitetin, jetën qysh duhet më konë në Kosovë. Jo premtimet kota qysh kanë dhënë derisa janë ardhur për shtet tjerë, po ma merr mendja që duhet më konë pasqarë. Nëse vjen puna prap deri që ato kur më me sy mos i pa as këta, as vetë. Edhe pse i kam shok gjithë, jemi shqiptar gjithë, po nëse mendojnë prap me vazhdu atë avazin e vjetër, atëherë s'ka kur gjë në Kosovë, po ikum jashtë krejt. Bila sto s'pelo me marrë në shtetësi. Po, bashkë po shkojmë. Respekt, gjithë mira.